Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Mbetet në kontroll situata e inflacionit në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Ekonomisë Besar Dyrmishi deklaroi se aktualisht nuk ka nevojë për masa të reja për ndërhyrje në treg. Sipas tij, institucionet po e monitorojnë vazhdimisht situatën në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Tregut. Në të kohë nga Inspektorati Shtetëror i Tregut janë bërë kontrolle edhe për muajin mars deri në muajin qershor, për këto 3 muajt e fundit, dhe aty është konstatuar se këta çmime të produkteve me pakicë janë rritur për 0.16% që rezulton me efekt pozitiv, si rezultati i asaj që kemi pasur takime me gjithë, domethënë shitësit që kanë zinxhir të marketeve dhe i kemi informuar dhe i kemi treguar që jemi duke i ndjekur dhe janë duke i rritur domethënë marzhën e fitimit dhe kjo ka reflektuar 3 muajt e fundit kemi vetëm 0.16%. Ai parlemroi se nëse shfaqen sjellje deviante apo rritje të pajustifikuara të çmimeve, institucionet do të ndërhyjnë me masat përkatëse. Gjatë vitit 2025-2026 çmimi i arritur mesatarisht me 2.66%. Skadoja fati për miratimin e kodit zgjedhor në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Kjo ishte pjesë e detyrimeve të agjendës reformuese. Përpasoj Maqedonia e Veriut humbi rreth 4.2 milionë euro fonde nga Bashkimi Evropian. Nga VMRO DPM akuzojnë LSDV-n, Lëvicën dhe BDI-n se janë fajtor që nuk u miratua kodi zgjedhor, ndërsa nga opozitare LSDM thonë se fakti që Maqedonia humbi 4.2 milionë euro nuk është asgjë në krahastim me atë që humbi për shkak të bllokimit të rrugës europiane nga ana e qeverisë drejtuar nga VMRO-ja. Nga Levica thonë se nuk janë humbur 4.2 milionë euro, por VMRO DPM dhe LSDM-ja i siguruan vetes 10 milionë euro për propagandë politike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën Rio Teras dënoi deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović, duke cilësuar atë si të turpshme dhe të dëmshme për besimin në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Kjo e shkatron seriozisht besimin në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, shkruan raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën Rio Teras përmes rrjeteve sociale. Ministri i Detyrim Mbrojtjes i Kosovës dënoi deklaratën e ministres serbe në qeverinë e Serbisë, Snežana Paunović, për spastrim etik në Kosovë. Ejup Maqedonsi komentoi deklaratën si dëshmi të një fryme genocidale që sipas tij vazhdon të ekzistojë në politikbërjen serbe. Spori qëndrimi i ministres serbe është një qëndrim ultrashovinist që shpërfaq frymën genocidiste që fatkeqësisht ende ekzistonte politikbërja në Serbi. Pra kemi një frymë genocidiste që ekziston aty për shumë vite. Ai tha se deklaratat të tilla dëmtojnë përpjekjet për stabilitet dhe siguri e fatgjatë në Ballkanin Perëndimor, ndërsa theksoi se Kosova është në një pozitë shumë më të fortë sa i përket sigurisë. Maqedonsi në intervistë për Ekonomia Online u shpreh se deklarata e ministres serbe nuk është një rast izoluar, por pjesë e një qasje të kaershme të politikës së Beogradit. Përderisa Serbia vazhdon të mbajë në kushtetutën e saj Kosovën si pjesë të saj, pavarësisht këtyre distancimeve të vëqësh në raport me këtë ministre, ne mund të themi që vazhdojmë të shohim aty pikërisht një frymë hegemoniste e cila ushqen këto lloj deklaratash edhe këto lloj qëndrimesh të zyrtarëve të Serbisë. Kryeministri Edi Rama kundërpërgjigjet pas zërave të partive opozitare për mos reagim në lidhje me deklaratën e ministres serbe për administratë shtetërore dhe vetëqeverisjen lokale, Snežana Paunović, për spastrim etnik në Kosovë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shqiptare deklaroi se Tirana zyrtare ka reaguar përmes deklaratave nga ministri për ropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, i cili ka dënuar deklaratën e ministres serbe. Ne kemi reaguar përmes ministrit të jashtëm, siç bën një shtet që ka respekt për veten dhe kush kërkon nga ne që të bëhemi kor histerik sa herë del një çyryk në Beograd e flet për çark, ka ngatruar adresë, deklaroi kreu i qeverisë shqiptare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.